Një aksident me vdekje është shënuar në orët e para të mëngjesit në unazën perëndimore të qytetit të Shkodrës. Automjeti tip Benz, që drejtohej nga një 36 vjeçar me inicialet AG, u përplas me një tjetër automjet, që drejtohej nga një 47 vjeçar, e më pas goditi biçikletën ku lëvizte viktima, Shkëlqim Krasniqi, 62 vjeç, banues në Shkodër. Siç e tregojnë pamjet e kësaj kamere sigurie, biçikleta ka qenë duke lëvizur në anën e rrugës, kur një makinë tip Benz me shpejtësi del nga një rrugë dytësore dhe merr para furgonin dhe biçikletën, që ka fluturuar disa metra, duke i shkaktuar vdekje në vend 62 vjeçarit. Të dëmtuar me aksidentin mbeten edhe 2 drejtuesit e mjeteve, ndërsa dëmet materiale gjithashtu ishin të shumta, por fatmirësisht pa lënduar persona të tjerë që lëviznin në 2 anët e rrugës. Në vend ngjarje, shërbimet e policisë dhe grupi hetimor po punojnë për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Materialet i kanë kaluar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.